kanë dalur të mbledh lakrat e egra. Kanë dalur lakrat, siç e shikoni, janë të mbjella, i kanë mbjellur me misër dhe nëpërmes misrit dalin labotet e egra, nenat e egra, maja isklave, se dua të bëj një ngasër, më kujtoj fshatin, ngasër fshati. Dhe këto do të tregoj me kamera kur ta bëjnë në shtëpi. Këto janë lakrat e egra, janë labotet e egra, siç i shikoni, lule kuqe, nena, janë ujë të njoma. Janë afër të mbjellave mbrapa, janë të mbjella, kam zgjedh vendin që të mos kalojnë me qenë që kanë, se kemi dhe ne qenë, po nuk kalojnë nëpër të mbjella, se nuk lejohet që të kalosh nëpër mbjella, se tjetër ti prish të mbjellat. Unë kështu këto i mbledh në anë të rrugës. Janë të pastra, shisi janë ujë të njoma. I pastroj në shtëpi dhe do bëj një ngasër në fshatit. Kujtoj fshatin. Mirdita, sot do përgatisim një ngasër me lakrat e egra. Lakrat e egra janë labotet e egra, lule kuqe, iskëll, i kam mbledhur qep të njoma, kopër, vezë, vaj, ulliri, miell gruri, miell misri, kos, dhallë dhe djath, dhe shëllir djathi. Lakrat e egra janë, i kam mbledhur në fushave të zonja, janë lakra shumë të mira, dhe në Shqipëri ka nga këto, se i kam mbledhur dhe atje dhe di që ka. Janë këto labotet e egra, që labotet e egra kam mbledhur shumë, se kam jetuar në Durrës dhe i kam mbledh gjithmonë me fëmijët, i kemi ngrënë. I kam larë, i kam pastruar, kam dhe lule kuqet, këtu e të gjitha janë lule kuqe, të gjitha lakrat. Isklat janë ujë të njom, edhe këto dalin tash në këtë kohë, që këtu janë mbjellin tallë për misë, për lopët, edhe këto dalin nëpërmes fushave dhe janë të freskëta. Janë të ushqyeshme dhe unë sot do t'i bëj një ngasër me lakrat e egra. Tashti, siç i shikoni, janë të prera të gjitha me copa, qepët, laboti, nena, të gjitha, siç ju thash, lulet e kuqe, i hedh pak krip të trash dhe tash i shtyp me dorë derisa të nxjerr lëngun. Në këtë formë. Sa të zbuten. Dhe pak akoma. Që kur i shtyr të vjen ajo ere labotit. Labot më duke se shesin edhe me tufa. Më duke, tash nuk jam e sigurt në Durrës sikur kam parë labotet e egra me tufa. Fshatarët. Tash e shtrydh, sa mund të shtrydh, sa lek mund të dali. Edhe me një tas. E shikoni lëngun si e nxjerrin. Siç e shikoni lakrat i ugrin, u shtrydha edhe lëngun dhe tash i hedhun në një formë që të kem mundësi t'i përziej. Hedh këtu. Këtu janë 3 kokrat e vezës, i rraf. Shtoj shullirin e djathit, i kam hedhë shullir djathi. Ati ku përdor djathin, përdor dhe shullirin e kam gjithmonë se mbaj djathin të freskët, e kam në shtëpi në çdo orë. I rrafim pak, nuk është nevoja që t'i rrafim shumë. Hedhen të gjitha në një kohë, nuk është. Këtu
Këtu kam koprën e kam të ngrirë nga frigoriferi, kopër, majdanoz, selin o këto, të gjitha i kam brenda nga i mba të ngrira, i kam në ngrirje. I hedhi një tuftë të mirë me kopër, një tuftë të plot të madhe me kopër. Shtoj kosin. Shtoj vallin e ullirit. Shtoj djathin. Djathi e shpreh në çik copa të plota, kjo të duket djathi, jo të shkrihet. Tash i shtoj miellin. Një shpatë. Po marr një shpatull ta mbledh. Shtoj miellin e grurit. Shtoj edhe pjesën tjetër. Se këto prap lëshojnë ujë dhe duan miellin që të mblidhen, mos të dalë si qull, të dalë diçka e shkrifur. Këtu kam dhall. Shtoj edhe pak sot buke. Një lugë të vogël rafsh. E përzije sodën me dhallën. Dhe ja hedh harçit brenda. Tash dua ta shikoj vetëm një çik për krip. Se me që i hedh dhe shëllir, dua të di kripën sa e ka. I shtoj pak krip, sa marrin gishtat. Nuk ka nevojë për më shumë. Kam këtë forën, hete kjo forën.
I shtoj pak vaj poshtë. E lete pse gjithandaj me vaj. I hedh pak miell misri, poshtë. Këtë zërë si mund t'i shtosh një pet, i shtoj miell misri. Nga sra kështu bet, nuk bet me pet, vetëm me miell. Ashtu i shtroj të gjithë harxhin këtu. E kthej dhe e shtroj. Ja marr të gjithë. Si që shikoni, shtroj një qik me shpatull që të vi drejt. I edhe pak vaj ulliri, s'përkat shumë bi vete. I shtoj prap pak miell misri. Kështu si që shikonin. Nuk ka ndonjë mundim kështu të vesh çfarë, vetëm lakrat i duhet i kesh një çik që të shtipesh, nuk ka ndonjë punë të madhe. Me miellin e misrit kjo zësikore mbi vete. I shtoj prap vaj. Edhe çik vaj mbi vete sa të mbuloj vaji. Kjo është ngasra me miell misri, me lakrat e egra. Mbas një ore, 1 orë e 10 minuta ishte gati. Ju faleminderit për shikimin.